Moti bën kthesën nga nesër rreshje shiu në të gjithë vendin. Dita e sotme ka nisur e kthjellët, por nga nesër do të kthehen rebeshet dhe moti i paqëndrueshëm në të gjithë territorin. Sipas meteorologëve, temperaturat do të jenë shumë të larta deri në 24 gradë. Kthjellime dhe vranësira, por nga nesër moti i paqëndrueshëm në të gjithë territorin. Do të ketë rreshje shiu kryesisht në veri perëndim. Nga nesër dhe në vijim moti i paqëndrueshëm, rebeshe fatshkurtra të martën kryesisht në veri dhe në qendër. Termometri do të shënojë 24 gradë, temperatura shumë të larta. E njëjta tablo sinoptike sipas meteorologëve është edhe në rajon ku nga nesër do të nisin rreshjet e shiut dhe rebeshet.